Instituti i Kosovës për Drejtësi publikon sot raportin Drejtësia Civile në Kosovë 2025, i cili paraqet një analizë të mënyrës të trajtimit të rasteve në sistemin gjyqësor gjatë vitit të kaluar. Ky raport nuk trajton vetëm statistika, por identifikon problematika konkrete që ndikojnë drejt për drejt në qasjen e qytetarëve në drejtësi, në barazinë e trajtimit të tyre dhe në efikasitetin e gjykatave. Gjetje tregojnë se përkundër disa përmirësimeve në reduktimin e lëndëve, sistemi vazhdon të përballet me sfida serioze që lidhen me trajtimin jo të njëjtëqëm të rasteve, zvarritjen e procedurave dhe me organizimin e punës në gjykata. Vlen të theksohet se nga përzgjedhja e rastishme e aktgjykimeve, pjesa më e madhe e rasteve lidhen me kontekste që lindin nga marrëdhënia e punës. Në vazhdim do të paraqes gjetjet kryesore që lidhen me barabarsinë e trajtimit të rasteve, mbajtjen e seancave dhe praktikat që ndikojnë në cilësinë e procesit gjyqësor. Sa i përket barabarsisë e trajtimit të rasteve civile, gjetjet tregojnë se një situatë shqetësuese është në praktikë, pasi në njërin anë janë evidentuar raste të cilat janë iniciuar dhe kanë përfunduar brenda vitit të njëjtë, ndërsa në anën tjetër ka raste të cilat janë në procedurë për një kohë të gjatë, përkatësisht ndoshta edhe më shumë se një dekadë. Të dhënat tregojnë se numri më i madh i aktgjykimeve lidhet me lëndë të iniciuara në vitin 2024, çka sugjeron fokusin e gjykatave në trajtimin e lëndëve të reja. Po ashtu kemi numër të aktgjykimeve për padite iniciuara gjatë viteve 2013 deri në 2017, ku tregon se disa raste kanë mbetur në procedurë për një kohë shumë të gjatë, dhe kjo shpërndarje me një farë forme dëshmon sfida në respektimin e parimit të trajtimit kronologjik të lëndëve dhe në menaxhimin efikas të lëndëve të vjetra në gjyqësor. Një dallim i tillë në kozgjatje krijon përcetim të trajtimit jo të njëtrajtshëm dhe ngrit dyshime sa i përket respektimit të parimit të barazisë së palëve para ligjit. Sa i përket numrit të lëndëve, megjithëse gjatë vitit 2025 është arritur që të zgjidhen më shumë lëndë se sa që janë pranuar, duke ulur numrin e përgjithshëm të lëndëve të pasgjidhura, ngarkesa në sistem vazhdon të mbetet shumë e lartë. Në fund të vitit raportues, mbi 129 milion civile kanë mbetur të pasgjidhura, çka tregon se sistemi vazhdon të përballet me një backlog të konsiderueshëm të rasteve. Ndërsa duhet theksuar se përderisa gjykatat themelore kanë arritur të zgjidhin më shumë lëndë se sa që kanë pranuar, një gjë e tillë nuk vlen për gjykatën e apelit, pasi që ka shënuar rritje të lëndëve të pasgjidhura. Në anën tjetër, gjatë intervistave që Betimi për Drejtësi ka realizuar me kryetarët e gjykatave themelore në Kosovë, është theksuar se lëndët civile përbëjnë ngarkesën kryesore në sistemin gjyqësor. Sa i përket efikasitetit të gjyqtarëve, raporti evidenton dallime të dukshme ndërmjet gjykatave. Në nivel të përgjithshëm, një gjyqtar zgjidh mesatarisht 405 lëndë në vit, por në disa gjykata kjo shifër është më e ulët e në disa dukshëm më e lartë. Këto dallime tregojnë pa barazinë në performancë, por mund të reflektojnë edhe dallime në organizim, ngarkesë apo në natyrën e lëndëve që trajtohen. Sa i përket mbajtjes së seancave, gjetjet tregojnë se shtyrjet mbeten një problem i theksuar, nga seancat e monitoruara del se 22% e tyre janë shtyrë. Kjo shifër, duke krahasuar me vitin 2022, tregon një regres. Ndërsa një problematik tjetër e theksuar është mbajtja e seancave në zyre. Gjatë monitorimit është zbretur se shumë prej seancave mbahen në zyret e gjyqtarëve. Në fokus grup është theksuar se një arsye për një praktikë të tillë është mos pasja e mjaftueshme e sallave të lira, respektivisht në gjykatën themelore në Prishtinë. Mirë po, gjatë monitorimit është zbretur që kjo praktikë ndodh edhe në rastet kur ka salla të lira. Faktikisht, një praktikë e tillë nuk reflekton në standardin institucional të një procesi gjyqësor, krijon vështirësi praktike në zhvillimin e seancave dhe kufizon qasjen e publikut dhe monitoruesve në këto procese. Në përgjithësi, këto gjetje tregojnë se përkundër përpjekjeve për përmirësim, drejtësia civile në Kosovë vazhdon të përballet me sfida serioze që lidhen jo vetëm me ngarkesën e lëndëve, por edhe me mënyrën e trajtimit të tyre në praktikë. Në vim, për gjetjet e tjera të raportit, përfshirë çështjet që lidhen me kozgjatjen e trajtimit të rasteve, trajtimin e rasteve pronësore, ndërmjetësimin dhe rekomandimet kryesore, ja kaloj fjalën kolegut Zotit Gzim Shala. Faleminderit Blendin. Atëherë siç diskutohet tash disa vite çështja e kozgjatjes së procedurave
civile është njëra prej çështjeve më shqetësuese në raport me sistemin kosovar të drejtësisë në trajtimin e rasteve civile. Instituti i Kosovës për Drejtësi edhe në këtë raport ka trajtuar aspektin e kozgjotjes së rasteve civile, ku ka gjetur se rastet civile definitivisht nuk zgjidhen brenda një afati të arsyeshëm kohor që paraqet edhe një të drejtë në kuadër të së drejtës për gjykim të drejtë. Gjetjet e Institutit të Kosovës për Drejtësi theksojnë se mesatarja e trajtimit të rasteve civile në sistemin kosovar në sistemin gjyqësor është 875 ditë, pra në nivel vendi. Megjithatë, kjo mesatare do të thotë është e përgjithshme dhe ka dallime të ndryshme në mes të gjykatave në lidhje me kozgjotjen e trajtimit të rasteve civile. Për shembull, në rastin e gjykatës themelore në Prishtinë, mesatarja e trajtimit të rasteve civile është hiç më pak se 1174 ditë për rast, derisa në gjykatën themelore të Gjilanit është 651 ditë. Në anën tjetër, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka shqyrtuar edhe kozgjotjen e trajtimit të rasteve në gjykatën e apelit dhe që gjetjet e IKD-s dëshmojnë se kozgjotja e trajtimit të rasteve në gjykatën e apelit nga vendimarrja themelores deri në vendimarrjen e apelit është 619 ditë, që nëse i mbledhim në tërësi bëjnë 1451 ditë apo afër 4 vite. Pra, nga parashtrimi padis deri në momentin kur aktgjykimi të merr formën e prerë në gjykatën e apelit, mesatarja e trajtimit të rasteve civile në sistemin gjyqësor të Kosovës është rreth 4 vite. Por, përtej kësaj zvarritje, ka një zvarritje ende më të theksuar, do thotë zvarritje përtej zvarritjes në trajtimin e rasteve pronësore. Pronësia është një prej elementeve, është një prej instituteve kryesore civile dhe juridike dhe pronësia mbrohet me kushtetut dhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës, Konventin Evropian dhe legislacionin në fuqi. Dhe për këtë arsye, trajtimi i këtyre rasteve, mbrojtja gjyqësore është një nevojë kruciale për mbrojtjen e vetë pronësisë si e drejtë kushtetuese dhe e garantuar me Konventin Evropian për të drejtat e njeriut. Megjithatë, gjetjet tregojnë në krahasim me rastet e për shembull të pagave jubilare dhe rastet pronësore, kur e kemi bërë dallimin, kemi parë se rastet pronësore zgjasin rreth 2 fish më shumë se sa rastet e pagave jubilare. Përderisa një rast i pagave jubilare mesatarisht trajtohet për 922 ditë, një rast pronësor trajtohet për mesatarisht 1858 ditë. Dhe tash, duke posur parasysh se rastet pronësore është e vërtetë se janë raste më të komplikuara se sa rastet e tjera. Prapse ky dallim kaq i madh definitivisht se ngret dyshime serioze lidhur me mbrojtjen efektive të pronësisë, aspekti i parë, dhe me trajtimin e pabarabartë të palëve, duke u bazuar në natyrën e rasteve që ata paraqesin. Tutje, ky raport e ka trajtuar edhe aspektin e ndërmjetësimit si një prej formave që rastet mund të zgjidhen në rrugë jashtëgjyqësore pa formalizma të tepërt dhe duke lehtësuar punën e sistemit gjyqësor të Republikës së Kosovës. Dhe gjetjet tona tregojnë se nga tërësia e lëndëve të zgjidhura në gjykata, vetëm rreth 3.76% e rasteve janë zgjidhur në procedurë të ndërmjetësimit. Njëri ndër faktorët e kësaj përqindje të ulët është edhe mos informimi i palëve nga ana e gjyqtarëve lidhur me mundësinë që rastin e tyre ta kryejnë në procedurë të ndërmjetësimit. Rregulloria e Këshillit Gjyqësor të Kosovës e obligon specifikisht këtë aspekt, po thotë se në seancën përgatitore gjyqtarët i njoftojnë palët për mundësinë e zgjedhjes së rastit të tyre në procedurë të ndërmjetësimit dhe nga procesverbalet që ne kemi analizuar, në asnjë rast nuk ka dalë se gjyqtarët i kanë njoftuar palët në lidhje me këtë mundësi dhe që definitivisht se edhe kjo konsiderohet njëra ndër arsyet e numrit të vogël të rasteve të zgjidhura në procedurë të ndërmjetësimit. Dhe përmendi Blendina më herët edhe numrin e madh të lëndëve dhe në një pikë tjetër, një kënd vështrim tjetër të analizës, rezulton se në fushën civile brenda sistemit gjyqësor të Republikës së Kosovës ka edhe një shpërndarje jo adekuate të gjyqtarëve. Nëse shohim mesatarin e ngarkesës me lëndë për një gjyqtar, dallon shumë prej gjykate në gjykatë. Për shembull, Prishtina, mesatarisht një gjyqtar në gjykatën themelore në Prishtinë është mesatarisht ngarkuar me 1563 lëndë, ndërsa në Gjilan është mesatarisht është
i ngarkuar me 823 lëndë. Dhe tash kjo shpërndarje gjetje tregoj se edhe në raport me Gjilonin apo Pejen për shembull, shpërndarja e gjyqtarëve është në mënyrë jo proporcionale dhe tash kjo ka më pastaj efekte edhe në trajtimin e rasteve, kozgjatin e rasteve tjere. Dhe me qëllim të balancimit të ngarkesës me lëndë, definitivisht se duhet që këtë çështje ta adresoj Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe një prej mënyrave të adresimit është përmes transferimit të përkohshëm apo të përhershëm të gjyqtarëve në mënyrë që të arrihet një balancë sa i përket ngarkesës me punë të gjyqtarëve në të gjitha gjykatat. Dhe çështja e fundit që kemi potencuar edhe në reagimet tona të mëhershme është çështja një problematikë është çështja e rritjes së tarifave gjyqësore. Miratimi i udhëzuesit të ri të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për taksat gjyqësore tregon se taksat gjyqësore janë ngritur në mënyrë të konsiderueshme që në disa raste, për raste civile, ngritja e taksave shkon deri në 200% në raport se sa ka qenë më herët. Duke pasur parasysh se çështja pagesa e taksave gjyqësore është një çështje caktimi i taksave gjyqësore është një caktim legjitim, definitivisht se njëjti duhet të jetë proporcional në atë mënyrë që mos të paraqes edhe një pengesë të palëve për t'ju drejtuar gjykatës në lidhje me realizimin e një të drejte të saj. Në dy çështje do thot aspekti i mbajtjes së seancave në zyre të gjyqtarëve, në raste të caktuara është e qartë se mund të vijë si rezultat i mungesës së kushteve, si rezultat objektiv i mungesës së sallave të gjykimit. Megjithatë, nga ajo që shohim nga monitoruesit tonë në terren, e shohim se jo çdo herë edhe sallat ekzistuese shfrytëzohen nga ana e gjyqtarëve. Pra do thotë është krijuar një praktike përgjithshme në raste civile, gjyqtarët i mbajnë në zyrë dhe jo në sallat të gjykimit, edhe atëherë kur ka salla të lira për të mbajtur këto seanca. Dhe siç e përmenda, kjo po krijon pasoja edhe në kuptim të qasjes së monitoruesve, të qytetarëve tjerë, mirë po edhe në kuptim të vetë administrimit të seancave. Në anën tjetër, nëse shohim të thotë aspektin e prioritizimit, po disa lëndë kanë prioritet në raport me lëndet e tjera. Mirë po, për shembull, rastet të cilat i përmendi Blendina, që ka raste që janë evidentuar që janë zgjidhur në vitin 2025, lëndë më të vjetra se 10 vite, definitivisht se më nuk kemi të bëjmë me faktin se kemi të bëjmë me prioritizim të rasteve, sepse prioritizimi nuk nënkupton lënien anash të rasteve të tjera. Dhe në anën tjetër, do thotë nëse e krahasojmë këtë aspekt në aspektin e trajtimit të pabarabartë të rasteve pronësore, ku është dyfishi i kohës së kaluar, definitivisht se paraqet një trajtim të pabarabartë që nuk do duhej të arsyetohej ekskluzivisht me aspektin e prioritizimit të rasteve. Nëse dallimet do të ishin më të ulta, definitivisht se qëndron ajo që thoni se do të mund të arsyetohej me aspektin e prioritizimit të rasteve, që disa raste janë prioritizuar për aspekte të caktuara, mirë po dallimet kaq të larta, për dallime kaq të larta prioritizimi nuk mund të jetë arsyetim.